ones, welcome back and happy Thursday. Today is July 9. Another vlog, another My Witch's Diary. Ja ku po fillojmë another pas asaj me të shtatin, sot e kemi me të nëntin dhe me nënt korrekt të vitit 2025 kishim bërë The Wizarding Wool. Tani më Wizarding Wool nuk e kemi, por e kemi My Witch's Diary. Kështu që jemi këtu, po përgatitemi, kemi hapë edhe sot këtu letrat edhe në mëngjes herët do t'ju tregoj edhe të shohim. Sot duke se do të miremi me këtu, shkak se më kanë rrëcu i kom qil. Edhe të shohim si do t'ja bëjmë. Dielli në dhomën time edhe kështu. Ne ka shumë ditë të cilat e kom vendosur që ta të kaltërt si të gjelbërqi si ngjyrë të detit, kështu, po shumë e madhe, edhe të qysh mu do kësi e trash, por që po shkon me këto dhe po shkon për Summerween, kështu që qështu po mja bu, nuk e di dhe qështu, edhe po rrin e mirë, dhe me thonë është krejt e kaltërt, përse është më e madhe, qështu, s'po di, që kjo pjesa qështu, nuk po rrin, nuk u t'javon kështut, po rregullos, kështu që, kom vendosa që tu, edhe, dhe isha më ju kallëcu, sidomos edhe këta për Summerween, që është edhe për 4th of July, e s'di qka, të. Okej, qështu, edhe qështut. Okej, kështut.
Ja ku jam këtu tani në shtëpi, pasi dola edhe qëto gjushtët du me vendos qëto. Shka këta e hylla terën, litarën dhe duke që parë që nuk është në rregull, si ke qështë. Kështët, për me rekullu edhe po tu qëtu s'po ti qa mi u po këtyne, a mi largu, a mi përshtat ma tepër, këtu po u largojshin po hekshin, edhe s'po di qa mi u po, a mi marrë qëtu letra qëtu të me bo, me shkruj ditë për ditë ka një letër, edhe për me shiko se si janë, brenda me këtu letra janë 5 cupa, por më duket që një herë ndu milion qështu, e pastaj mi pashku ndoshta zallin me një ven, guaskat për mi largu me një ven, edhe këto letrat mi këqyr qa po bëjmë, qa s'po bëjmë. Oh, më po pi pakës. Po pushoj, no, po tut na qështët, po prejlo një herë qështët, edhe e shumë pastaj. Okay. Ja shpo fry një erë, bëjmë një atmosferë të bukur. Dhe po shikojmë video na vetë këtë, dhe po pushojmë pakës. Qaj nga bishtat e qërshijave. Qiko se si është po si kalshu. Fantastik. Ja ku jam këtu dhe jam duke punuar për librin Shtëria, dhe ja ku jam duke punuar këtu me llojet dhe titullin duhet të jetë Tradita, praktikat dhe llojet e shtrigave. Do të kam fillu me shtriga e gjelbë, shtriga e pyllit, shtriga e kuzhinës dhe tani jam duke bërë shtrigën e kasollës apo të vatrës dhe jam duke kry 1, 2, 3, 4 paragrafe të cilat jam duke shkuar dhe jam këtu duke punuar. Për drek sot kemi peshqim dhe do t'ju tregoj stash se sa miri ka pregadit. Kështu do t'ju tregoj që tash ja ku jam, po akoma nuk i kemi pjek. Sot për drek, lunch, apo, është peshqi, fish, shkoj kena qitë rozmarin për mi, dhe shiko sa bukur, sa fantastike, kështu, dhe akoma nuk i kemi pjek, i kemi lojnë këtu në furr për të marinuar pak. Në duket se sot e pas kemi edhe një sup, edhe qëtu nuk e di qa ka, ka kësi grunaja, grunaja, kështu që. Ja pra, këto jam duke punu, dhe edhe më kam bit edhe pak dhe duke kry për shtrigën e kasollës apo të vatrës, kështu që të shohim. Shika, është vërëntuar, dhe si duket do t'bjen raining tonight. Era po frem. Era nuk mujta sot me kry edhe për shtrigën e
pagane, e kom shkrujt një pjesë të vogël, po më kanë mbetur edhe 3 pjesë, kështu që i përfundoj 2 shtrika të shkruara, do të thonë llojet e tyre, dal nga dal po i shkruajmë edhe do t'i ruajmë ato dhe ma tepër po kuptojmë se si janë edhe si cilat dallimet mes tyre, kështu që gjithmonë më ka filma shikotutshëm, të frikshëm, edhe të terraft, por të shohim si do të jenë. Kështu po e përfundoj vitën e vazhdojmë. Kjo pra është edhe tëra sa kem përgatitur edhe sot për këtë video. Gjithë ju që pëlqeni videon mia, bëni like, bëni subscribe për të gjitha videot mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.